Si ke edhe kolegu, ligji dy herë është rrëzuar, një nga aspekti material, një herë nga aspekti procedural. Dhe ishte dashur a priori që tani me instruksionet dhe vërejtjet e gjykatës kushtetuese të përpilohet një ligj që mos të jetë në shpërputhje me gjykatën kushtetuese. Ose në vend normale demokratike i shka në udhës që deputet me miratu ligjit, sepse ligji nuk është për një qeveri apo për një parti politike, po tani edhe në demokraci është normale se cila i konteston procedurën, e konteston çështjen materiale apo nëse nuk është e rrugës. Edhe para folin se është e mirë me pas një ligj të tillë, po normal që gjithmonë ekziston rreziku që edhe mund të keq përdoret, apo shtoj faktin që në situatën e Kosovës ku në vazhdimsi ne jemi në krizë, mundet të mu kanë gjendja e zakonshme. Po jam i prirur që ato elemente që gjykata kushtetuese ka thënë herën e parë i kanë përmirësu, po tani ende nuk dihet, sepse në herën e dytë në gjykata kushtetuese nuk i ka hi përmbajtjes së ligjit. Tani nëse shkon prapë në gjykatën kushtetuese, prapë do të hinë në përmbajtjes së ligjit gjykata kushtetuese, nëse kontestohet një gjë e tillë. Po i shkon në rrugës që gjatë leximit të dytë apo ndërmjet dy leximeve që të harmonizohet dhe të bëhet një ligj i mirë për shtetin e Kosovës, për qytetarët e Kosovës, që të mos shihet si ligj për parti politike apo ligj për interesat e ngushta, por ligj i mirë për Kosovën, sepse na kemi nevojë dhe vetë thatë që çmimet janë më të larta se sa në vendet më demokratike e Gjermanisë. Jemi të prirur pak si bizneses, si shumë radhë më thoj za pak mi keq përdor këto kriza dhe mi hap çmimet e mos mi. Po emën për këtë punë, karteli thonë. Për ata kartel është tjetër agjencion që mirët me kartelin, është ai i konkurrencës. Duhet më konë ma efikas pa këto agjencionet, mundu të byrot e këto gjana që duhet më parapon mirë.